Risia re qeverisë Kurti 100 euro për gjyshrit që kujdesen për fëmijët kur prindrit janë në punë. Duke folur për seancën e dytë pas konstituimit të parlamentit, kryeministri në detyrë Albin Kurti prezantoi në kuvend programin e qeverisë së re për përbërjen e kabinetit. Gjatë fjalës së tij ai prezantoi një risi duke propozuar një shtesë mujore për gjyshrit që kujdesen për fëmijët kur të dy prindrit janë në punë. Sipas Kurtit, kjo masë synon të lehtësoj barën e familjeve dhe të ndikoj pozitivisht në zhvillimin ekonomik. Kur të dy prindrit janë në punë, do të marrin 100 euro shtesë në muaj mbi pensionin e tyre, sepse jo vetëm ndihmojnë prindrit dhe gjyshrit, por familjen dhe ekonomin. Rritet kërkesa agregate nga poshtë dhe rritet prodhimtaria, qarkullimi dhe ekonomia. Paga minimale do të shkoj 500 euro nga një korrik ku i këtij viti dhe do të lirohet nga tatimet, tha Kurti.